Gruaja lavire dhe djaloshi i devotshëm. Në qytet jetonte një grua lavire e cila dalloi nga bukuria në mesin e grave të qytetit. Kjo grua e dashuronte marrëzisht një djalosh të devotshëm dhe të ndershëm. Ky djalosh në pamje ishte i bukur dhe namazin e falte rregullisht në xhaminë e cila ishte përballë shtëpisë së asaj gruaje. Një ditë nga ditët e ftoi në shtëpinë e saj, mirëpo djaloshi refuzoi pa pikë dyshimi. Ajo tentoi me të gjitha mjetet dhe metodat ta sjellë në shtëpinë e saj, mirëpo çdo plan i saj dështonte. Kur e vëreti se çdo përpjekje e saj dështoi, kurse zemrën ja kishte pushtuar dashuria ndaj tij, e vendosi të bënte magji. I bëri magji me qëllim që të sjellë natën në shtëpinë e saj dhe të kryeni moralitet me të. Kur u afrua nata, djaloshi filloi të ndjejë diçka të çuditshme në shpirtin e tij, diçka që e tërheqte të shkonte shtëpia e saj dhe ta sheh atë. Tentoi ta largoj këtë ndjenjë, por nuk kishte sukses. Këmbët e tij filluan të ecin vet, pa vullnetin e tij, dhe ta nxjerrin jashtë në drejtim të shtëpisë së saj. Ky djalosh e kuptoi se ku qëndron problemi dhe për këtë arsye i drejtua prindit e tij dhe i tha: "O babai im, më lidh me pranga." Prindi i tij refuzoi menjëherë, mirëpo djaloshi ishte i përpjek derisa arriti qëllimin e tij. Në fund babai e mori të birin dhe e lidhi për shtyllën në shtëpisë dhe djaloshi i tha: "O prindi im, mos më zgjidh edhe nëse tanë natën kam dhëmbje, mundime dhe qaj." Orët e natës kalonin kurse djaloshit dhimbjet e mundimet i shtoheshin. Qante tanë natën, derisa u afrua sabahu, mirëpo atëherë më nuk u dëgjua zë. Kur u afrua prindi i tij, gjeti të birin se kishte ndëruar jetë. Pashallah kishte ndëruar jetë në prangat e prindit të vet. Ky djalosh nuk e tradhtoi Zotin e tij, dhe Allahu nuk e tradhtoi dhe mbrojti robin e tij.